Erioni ngriti sët nga laptopi dhe pa përmes dritares së zyrës së tij në katin e 28 të ndërtesës më të lartë në qendër të Tiranës. Pamja e qytetit të shtrirë poshtë këmbëve të tij ishte madhështore, por sot diçka e bënte që të ndihej bosh. Kishte arritur çdo gjë që kishte ndërruar dikur. Kompania e tij e teknologjisë kishte vlerë mbi 100 milion euro, kishte shtëpi luksoze në 3 kontinente, dhe emri i tij përmendej në revista ndërkombëtare si një nga sipërmarrësit më të suksesshëm shqiptar. Por sot, në moshën 35 vjeç, Erioni ndihej më i vetmuar se kurrë. Telefoni i tij u dridh. Asistentive tij, Albana, i dërgoi një mesazh. Erion, ka një thirrje urgjente nga shtëpia e fëmijëve në Durrës, thonë se është shumë e rëndësishme. Erioni urrente ndërprerjet, veçanërisht kur ishte duke punuar në projektin e ri që do të revoluciononte tregun e aplikacioneve mobile në Evropë. Por diçka në fjalën urgjente e bëri që të ndalej. Transferoje, shkroi ai. Zëri i gruas që ju përgjigj ishte i mbushur me dëshpërim. Zoti Erion, jam Drita Krasniqi, drejtore e shtëpie e fëmijëve në Durrës. Më vjen keq që ju shqetësoj, por e kam marrë numrin tuaj nga lista e donatorëve tanë. Kemi një situatë shumë të vështirë. Dëgjoni, zonja Krasniqi, e ndërpreu Erioni, duke u përpjekur të mbante durimin. Unë i bëj donimet e mia çdo vit. Nëse keni nevojë për fonde shtesë, mund ta diskutoj me kontabilistin tim. Jo, kjo është diçka tjetër, vazhdoi gruaja me zë të lëkundur. Kemi 4 fëmijë që janë në një situatë pa shpresë. Në fakt, ata kanë vetëm pak orë kohë. Diçka në zërin e saj e bëri Erionin që të ulej në karrige. Çfarë do të thot pak orë kohë? Kanë ardhur nga Kosova. Prindrit e tyre vdiqën nga aksident automobilistik 3 muaj më parë. Nuk kanë asnjë të afërm. Qeveria e Kosovës po përpiqet t'i transferojë në një institucion në Serbi, por fëmijët refuzojnë shkojnë atje. Ata thanë se preferojnë të vdesin se sa të shkojnë në Serbi. Erioni ndjeu një dhimbje të çuditshme në gjoks. Sa vjeç janë? Luana është 15 vjeç, Angela 12, Artani 10 dhe i vogli Blend është vetëm 8 vjeç. Ata janë vëllezër e motra biologjik dhe problemi është që autobusi për t'i marrë vjen sot në darkë. Ora ishte 14. Erioni pa nga ora e tij është shtrenjtë zvicerane. Pse më thërrisni mua? Sepse ata kanë dëgjuar për ju. Luana, e madhja, tha se i vetmi shqiptar që mund t'i ndihmojë është ai milioneri nga Tirana që ndihmon shkollat. Ata besojnë se vetëm ju mund t'i shpëtoni. Erioni ndau përdor. Kjo ishte e çmendur. Ai ishte njeri biznesi, jo bamir social. Zonja, unë jam i sigurt se ka institucione të tjera që mund të... Kemi provuar gjithçka, por procedurat zyrtare do të marrin javë, dhe ata nuk kanë javë, kanë vetëm disa orë. Për pak sekonda, zëri i saj u zhduk dhe Erioni dëgjoi tingujt e zyrës, kompjuterat që punojnë, telefonat që bien, zhurmat e qytetit nga rruga. Jeta normale që vazhdonte sikur asgjë të mos po ndodhte. A mund të vini këtu? Pyeti gruaja. Ju lutem, vetëm të flisni me ta, ndoshta ka një mënyrë. Erioni pa përmes dritares. Kishte planifikuar një mbledhje me investitorët japonezë në 16, pastaj një darkë biznesi me delegacionin gjerman. Kalendari i tij ishte i mbushur për javë me radhë. Por për ndonjë arsye, fjalët e fundit që i tha nëna e tij para se të vdiste 5 vjet më parë i erdhën në mendje. Erion, djali im, parat nuk janë gjithçka në jetë. Një ditë do të kuptosh se lumturia e vërtet vjen nga ndihma që u jep të tjerëve. Unë do të jem atje brenda një ore. Dëgjoj veten duke thënë. Vërtet? O, zot ju bekoft. Adresa është... Erioni mori shnime të shpejta dhe mbylli telefonin. Për një moment qëndroi pa lëvizshëm, duke u pyetur se çfarë po bënte. Pastaj thiri Albanën. Anulo të gjitha takimet për sot, diçka ka dalë. Por Erion, japonezët, gjej një arsye, do të jem jashtë qyteti. Një orë më vonë, Erioni parkoi Mercedesin e tij të zi përpara një ndërtese të vjetër në Durrës. Shtëpia e fëmijëve ishte një ndërtesë trekatshe pikturuar me ngjyrë të verdhë të fishkur, me mure që duken se kishin nevojë për riparime. Kopshti i vogël përpara ishte i mbushur me lodra të vjetra dhe lule të mbjella në vazo plastike. Drita Krasniqi e priti në hyrje, një grua e mesme me flokë gri dhe sy të ngrohtë për të shqetësuar. Ju faleminderit që erdhët, zoti Erion. Ata janë lart në dhomën 12. Ndërsa ngjiteshin shkallët e ngurta të drurit, Drita i shpjegoi situatën në detaje. Familja Berisha
kështu quhen. Baba ishte arkitekt, nëna mësuese. Banonin në Prishtinë në një shtëpi të bukur. Por pas aksidentit doli se kishin borxhe të mëdha. Shtëpia u shit për të paguar kreditorët. Fëmijët metën pa asgjë. Ata ndaluan përpara një dere të pikturuar me ngjyrë blu të çelët. Drita trokiti lehtë. "Fëmijë, ka ardhur dikush për t'ju parë." Zëri një vajze ju përgjigj nga brenda. "Nuk duam të flasim me asnjë. Është zoti Erion Pasha, ai për të cilin folëm." Një heshtje e gjatë. Pastaj, tingull hapje të derës. Vajza që hapi derën ishte lart për moshën 15 vjeç, me flok të gjatë kafe dhe sy të kaltër që duken shumë të mëdhenj për fytyrën e hollë. Rroba e saj ishte e pastër, por e vjetër, dhe në sy kishte atë shprehje të rriturve para kohe që Erioni e kishte parë tek fëmijët që kishin përjetuar trauma. "Ju jeni milioneri?" pyetja jo me zë të qetë, por të vendosur. "Jam Erioni," tha ai duke ulur në gjunjë që të ishte në të njëjtën lartësi me të. "Ti je Luana?" Ajo lëvizi kokën. Pasaj Erioni pa 3 fëmijë të tjerë. Një vajzë më e vogël me flok të verdh kaçurel dhe sy jeshil, një djalë rreth 10 vjeç me veshje të mëdha dhe pamje të mençur dhe një fëmijë shumë të vogël që po qante në heshtje. "Ata thonë se duhet të shkojmë në Serbi, por ne nuk shkojmë. Ne jemi shqiptar. Prindrit tanë luftuan për lirinë e Kosovës. Ne nuk shkojmë atje." Erioni pa dhimbjen dhe vendosmërinë në sytë e saj. "Dhe çfarë do të bëni nëse nuk shkoni?" "Do të ikim," tha ajo pa lëkundur. "Do të jetojmë në rrugë nëse duhet, por nuk shkojmë atje." Djali i vogël pasaj, që dukej se ishte Artani, bëri një hap përpara. "Ju e keni parën apo jo? A mund të na blini një shtëpi të vogël? Ne do t'ju kthejmë parat kur të rritemi." Fjalët e tij prekën Erionin thellë në zemër. "Ju e dini se unë kam para, por çfarë doni ju vërtet nga unë?" Luana pa vëllezërit dhe motrat e saj, pastaj përsëri tek Erioni. "Ne duam të qëndrojmë bashk, nuk na ndani, dhe duam të mësojmë, të shkojmë në shkollë, të bëhemi dikush, sikurse prindrit tanë ndeshën." Angela, vajza 12 vjeçare me flok të verdh, foli për herë të parë me zë të butë. "Nuk jemi fëmijë të këqinj, ne dim të gatuojmë, të pastrojmë, të kujdesemi për veten, nuk jemi barr." Dhe pastaj i vogli Blend, që ishte qëndruar prapa të gjithëve, u afrua te Erioni dhe i zuri dorën me duart e tij të vogla. "Ti do të na marrësh me vete?" Erioni pa 4 çiftet e syve që prisnin përgjigjen e tij. Në ato moment, diçka ndryshoi thellë brenda tij. Të gjitha takimet biznesi, projektet e mëdha, parat, asgjë nuk dukej e rëndësishme përballë këtyre 4 jetëve të vogla që vareshin nga përgjigja e tij. "Po," tha ai pa e ditur se fjalën po e ndryshonte jetën e tij përgjithmonë. "Do t'ju marr me vete." Luana filloi të qante, por këto ishin lot gëzimi. Angela e përqafoi motrën, ndërsa Artani dhe Blend kërcyen lart e ploshtë. Drita Krasniqi që kishte qëndruar në heshtje, fshiu syt. "Por zoti Erion, ka shumë procedura ligjore. Adoptimi, letrat, i rregulloi të gjitha," tha Erioni, duke ndjer një vendosmëri që nuk e kishte ndjer kur më parë. "Sa kohë kemi para se të vijë autobusi?" 4 orë. "Mjafton." Erioni nxori telefonin. "Kam avokatin më të mirë në Tiranë. Nëse ai nuk mund ta bëj, do të gjej dikë që mund." Për orët e ardhshme, telefoni i Erionit nuk pushoi së biringut. Thiri avokatin e tij, pastaj avokat specialist për të drejtat e fëmijëve, pastaj kontakte në qeveri, pastaj njerëz në ambasadën e Kosovës. Çdo herë që dikush i thoshte se ishte e pamundur ta bënte kaq shpejt, Erioni thoshte: "Çdo të kushtonte ta bëja të mundur." Dhe çdo herë kur dëgjonte shumën, ai thoshte: "E bër." Ndërkohë, fëmijët qëndruan pranë tij. Në fillim ishin të rezervuar, por gradualisht filluan të hapeshin. Luana i tregoi për shkollën në Prishtinë ku ishte studentja më e mirë e klasës. Angela i tregoi për pasionin e saj për muzikë, kishte mësuar të luante piano. Artani i tregoi për librat që lexonte dhe ëndrrën e tij për të bërë shkencëtar. Dhe i vogli Blend thjesht qëndroi pranë tij, duke mbajtur dorën e tij. Në orën 17:30, avokati i Erionit telefonoi me lajme të mira. "E bëra Erion, kam dokumentet e gatshme, por kushtoi sa?"
50.000 euro, dhe kjo është vetëm për procedurat urgjente. Adoptimi aktual do të marrë muaj. E transferoi paratë tani. Që thuj që po vit marrë fëmijët. Në orën 18:45, 15 minuta para se të vinte autobusi, Erioni ul në makinë me 4 fëmijë që sapo kishin bërë jetën e tij komplet të ndryshme. Ku po shkojmë? Pyeti Artani. Në shtëpi, tha Erioni. Në shtëpinë tuaj të re. Në pasqyrën e makinës, ai pa 4 fytyrë të shpresës së pastër, dhe për herë të parë në vite të tëra, Erioni ndjeu se jeta e tij kishte kuptim të vërtetë. Por kjo ishte vetëm fillimi një aventure që do ta ndryshonte të gjithë së bashku në mënyra që asnjë prej tyre nuk mund ta imagjinonte. Vilat luksoze e Erionit në lagjen më ekskluzive të Tiranës kishte 10 dhoma, pishinë olimpike dhe pamje nga kodrat rreth qytetit. Kur hapën derën e madhe prej druri të importuar nga Italia, 4 fëmijët mbetën me gojë hapur. Gjithë kjo në shtëpia juaj? Pyeti Blendi, duke vrapuar drejt pishinës që shkëlqente në dritat e natës. Është shtëpia jon, korrigjoi Erioni, duke vënë theks në fjalën jon. Luana, megjithatë, mbeti e kujdesshme. Zoti Erion, ne nuk duam të jemi barë, ne mund të punojmë, ne thuaj Erion, jo zoti Erion. Dhe vetmja gjë që duhet të bëni është të jeni fëmijë. Por realiteti rezultoi të ishte më i komplikuar se ç'kishte menduar Erioni. Natën e parë, Blendi pati makthe dhe zgjua të gjithë duke bërtitur emrat e prindërve të tij. Luana e qetësoi, duke i kënduar një këngë të butë në shqip, por Erioni pa se vajza 15 vjeçare kishte marrë përgjegjësitë e një të rrituri. Angela nuk hëngri asgjë në mëngjes. Kur Erioni pyeti pse, ajo tha: "Nuk jam e mësuar me ushqim kaq të shtrenjtë. Çfarë do të ndodhë nëse shkojmë përsëri aty ku nuk ka asgjë?" Artani, pavarësisht moshës 10 vjeçare, e kontrollonte Erionin me sy të dyshimt. "Sa kohë do të qëndrosh me ne?" pyeti ai. "Të gjithë të rriturit na lën." Pyetjet e tyre e goditën Erionin më shumë se kishte menduar. Ai kishte menduar se do të siguronte strehim, ushqim, shkollë, gjërat praktike. Nuk kishte menduar për plagët emocionale të thella që këta fëmijë mbanin. Javën e parë, ai u përpoq të ruante jetën normale. Shkonte në zyrë, merrte takime, drejtonte kompaninë. Por çdo natë kur kthehej në shtëpi, gjendja ishte kaotike. Luana u përpoq të përgatiste darkën dhe dogji gjithçka, sepse nuk e dinte si të përdorte sobën luksoze. Angela theu një vazo kristali duke u luar dhe qau për orë të tëra duke menduar se Erioni do t'i dërgonte përsëri në jetimore. Artani humbi në vilën e madhe dhe i desh orë që ta gjeja, fshehur nën shkallët, duke qarë se mendonte se ishin larguar përsëri pa të. Dhe Blend nuk flinte pa një dritë të ndezur dhe pa dikë pranë tij. Pas një jave, Erioni u ul në kuzhinë me 4 fëmijët. "Duhet të flasim," tha ai. "A na dërgon përsëri?" pyeti Blendi me zë të lëkundur. "Jo, asnjëherë. Por ne të gjithë duhet të mësojmë si të jetojmë si familje. Unë nuk jam i përgatitur për këtë më shumë se sa jeni ju." Luana e pa me shikim të habitur. "Ti nuk e di si ti je prind?" "Jo," tha Erioni me sinqeritet. "Prindrit e mi vdiqën kur isha i ri. Kam jetuar i vetëm për shumë vite. Kjo është e re për mua gjithashtu." Ky rrëfim ndryshoi gjithçka. Për herë të parë, fëmijët e panë jo si një të rritur që dinte gjithçka, por si dikë që po mësonte së bashku me ta. "Atëherë do të mësojmë së bashku," tha Artani me vendosmëri. Dhe kështu filloi një proces i vështirë por i bukur i ndërtimit të një familje të re. Erioni mori një vendim që i tronditi të gjithë në kompaninë e tij. Do të punonte nga shtëpia 3 ditë në javë. "Por Erion," proteston në kryetari i kompanisë, "ne jemi në mesin e negociatave më të rëndësishme." "Atëherë ju i mbani ato negociata," tha Erioni. "Kam përgjegjësi të tjera tani." Javët që erdhën pas kësaj ishin plot sfida të reja çdo ditë. Luana kishte vështirësi në shkollën e re në Tiranë. Arsimimi në Kosovë kishte qenë në shqip, por këtu kishte lënë që jepeshin në anglisht dhe frëngjisht. Ajo qante çdo natë për nocat e këqija. "Nuk jam më e zgjuara," i tha Erionit. "Prindrit e mi do të ishin të zhgënjur." Erioni mori vendimin të ndrungaj profesor privat për të 4 fëmijët, por jo vetëm për lëndat shkollore.
edhe për trajtimin e traumave psikologjike. Dr. Arta Rama, psikologja më e mirë për fëmijë në Tiranë, vinte 3 herë në javë në Vil. Në fillim, fëmijët nuk deshën të flitin me të. Ne nuk jemi të çmendur, tha Artani. Sigurisht që nuk jeni, tha Dr. Rama. Por kur ndodhin gjëra të vështira në jetë, na ndihmon që të flasim për to. Gradualisht, ajo fitoi besimin e tyre. Luana mësoi se nuk ishte përgjegjëse për të mbrojtur vëllezërit dhe motrat gjithë kohën. Angela filloi të kuptonte se siguria nuk do të zhdukej përsëri. Artani mësoi të besonte tek të rriturit dhe Blend, pak nga pak, filloi të flinte natën. Por sfida më e madhe erdhi pas 2 muajsh. Erioni ishte në zyrë kur sekretarja e tij firri me panik në zë. "Erion, policia të kërkon, diçka për fëmijët." Zemra e Erionit u ndal. Vrapoi në shtëpi dhe gjeti 2 policë dhe një punonjëse sociale duke pritur në sallon. "Zoti Pasha," tha punonjësja sociale, "kemi marrë ankesa se ju mbani fëmijë pa autorizim legal të plot. Procedurat e adoptimit nuk janë akoma përfunduar, por kam të gjitha lejet e nevojshme përkohësisht. Po por dikush ka ankimuar se fëmijët po mbahen në kushte jo të përshtatshme." Erioni ndjeu nervozim. "Kush është ankimuar?" "Nuk mundemi t'ja themi, por duhet të bëjmë një inspektim të plot." Ndërsa punonjësit zyrtar kontrollonin çdo cep të shtëpisë, fëmijët ishin grumbulluar pas Erionit të terrorizuar. "Apo na marrin?" pyeti Blend, duke kapur dorën e Erionit me fuqi. "Jo," tha Erioni, duke u përpjekur të duke i qetë. "Askush nuk po ju merr." Por inspektimi zgjati 4 orë dhe ishte i dhimbshëm. Ata pyetën fëmijët ndaras, kontrolluan dhëmat e tyre, bën foto të shtëpisë, duan dokumenta. Në fund kryetaria e ekipit tha: "Çdo gjë duket në rregull. Por zoti Pasha, ju duhet të kuptoni se kemi një përgjegjësi. Disa njerëz mendojnë se një beqar nuk mund të rrisë 4 fëmijë siç duhet." Kjo ishte herë e parë që Erioni ndaku se dikush po i gjykonte vendimin e tij. Pas ikjes së zyrtarëve, ai u ul me fëmijët. "Ndonjë prej jush dëshiron të shkojë diku tjetër?" pyeti ai. "Jo," thanë të 4 njëkohësisht. "Atëherë ne do të luftojmë," tha Erioni. "Së bashku." Dhe luftoi. Mori avokatin më të mirë të familjes në Shqipëri. Mblodhi dokumentacion për të dëshmuar se fëmijët ishin të lumtur, të shëndetshëm dhe të suksesshëm në shkollë. Mori referenca nga mësues, mjek, madje nga fqinjët. Por mbi të gjitha, ai u dëshmoi vetes dhe fëmijëve se ama vërtet i konsideronte si familjen e tij. Një natë, 3 muaj pasi kishin ardhur në shtëpi, Blend pati një makt të tmerrshëm. Erioni e gjeti të qarur dhe të dridhur. "Ëndrova se prindrit e mi mu dukën," tha djali. "Ata thanë se po i harrojmë." Erioni e mori në krah dhe u ul në këndin pranë dritares që shikonte ynet. "A e di çfarë mendoj unë?" tha i butësisht. "Mendoj se prindrit e tu nuk duan që ti t'i harrosh, por gjithashtu nuk duan që ti t'i jetosh në trishtim përgjithmonë. Ata duan që ti t'i jesh i lumtur. Por si mund t'i jemi lumtur pa ta? Duke jetuar jetën që ata deshën për ty, duke qenë fëmijë i mirë, duke mësuar, duke u kujdesur për vëllezërit dhe motrat e tua." Blend mendoi për këtë. "Dhe duke të pasur ty si babain e ri?" Erioni ndjeu lotët që i vinin në sy. Nëse kjo është ajo që dëshiron, po e dëshiroj. Kur Erioni e mori Blendin përsëri në shtrat, gjeti Luanën, Angelën dhe Artanin që prisnin në korridor. "Ne të gjithë e dëshirojmë," tha Luana. "Ti e familja jon tani." Dhe në atë moment, Erioni kuptoi se kishte gjetur atë që kishte kërkuar gjithë jetën pa e ditur, një shtëpi të vërtet. 6 muaj pas ardhjes së fëmijëve, jeta kishte marrë një ritëm më të qëndrueshëm. Luana kishte bërë përmirësime dramatike në shkollë dhe kishte fituar edhe shoqe të reja. Angela kishte filluar mësimin e pianos përsëri dhe shfaqte talent të jashtëzakonshëm. Artani ishte bërë pasioni mësuesve të tij për dijet e gjëra, ndërsa Blendi kishte filluar të buzëqeshte përsëri dhe të luante si fëmijët e tjerë. Erioni po përgatitej për takimin më të madh të vitit me investitor nga Silicon Valley, kur sekretarja e tij, Albana, hyri në zyrë me një shprehje të çuditshme në fytyrë. "Erion, ka një grua në pritore.
Ajo thot se ka informacion shumë të rëndësishëm për fëmijët. Çfarë lloj informacioni? Nuk deshi të thot, por tha se shumë urgjent dhe se lidhet me të kaluarën e tyre. Erioni ndjeu një shqetësim të papritur. Ç'ta sill këtu? Gruaja që hyri ishte rreth 50 vjeç, me flok gri dhe veshje modeste, duke i nervore dhe e lodhur, sikur kishte udhëtuar shumë. Zoti Pasha, jam Fatime Musliu. Kam ardhur nga Prishtina. Ulun i tha Erioni duke treguar një karrige. Unë kam punuar për familjen Berisha për 10 vite. Kisha sido fëmijëve dhe ka gjëra që nuk e dinin për ta. Erioni ndjeu një ftohtësi në bark. Çfarë lloji gjërash? Fatime nxori një sanduk të vogël nga çanta. Kjo është e Luanës. Nëna e saj më dha mua para se të vdiste, me udhëzim që t'ja jepja vetëm kur Luana të bëj 16 vjeç. Por, pas asaj që ndodhi, ajo hapi sanduqin, brenda ishte një shkresë frekët, disa fotografi të vjetra dhe një çelës i vogël. Çfarë është kjo? Kjo është e vërteta për familjen Berisha. Ata nuk ishin aq të varfër sa mendojnë të gjithë. Në fakt, ata kishin fshehur një pasuri të madhe. Erioni mori shkresën dhe e lexoi me vëmendje. Ishte një dokument bankar nga Zvitra që tregonte një llogari me një shumë marramendse. 3 milion euro. Si është e mundur kjo? Pyeti Erioni duke parë dokumentin. Nëse ata kishin kaq shumë para, pse fëmijët mbetën pazje? Fatime fshiu syt me një shami të vjetër. Zoti Besim, babai e tyre, e fshehte këtë nga të gjithë, madje edhe nga gruaja e tij. Ai kishte marrë këto para nga shitja një prone të madhe në Gjermani që e kishte trashëguar nga jati, por ai kishte frikë. Frikë nga çfarë? Nga njerëz të këqij që e dinin për këto para. Ai më tha vetëm mua se kishte marrë kërcënime, disa njerëz që mendonin se paratu përkisnin atyre. Prandaj kishte fshehur. Erioni pa fotografitë në sanduk. Ishin foto familjare, por një prej tyre tërhoqi vëmendjen. Era një foto e babait të fëmijëve me disa burra të tjerë, dhe në sfond duke një ndërtesë që i dukej e njohur. Kjo ndërtesë, unë e njoh, është në qendër të Tiranës. Ajo që u shem vjet për të bërë qendrën e re tregtare. Në Fatime lëvizi kokën. Ai kishte investime këtu në Shqipëri gjithashtu, ndërtesa, toka, por pas vdekjes së tij, dikush ka marrë kontrollin e gjithçkaje. Kush? Nuk e di, por Zoti Besim më tha se nëse diçka i ndodhte, unë duhet t'u japja këto dokumenta fëmijëve kur të bëheshin të rriturit. Parat në Zvicër janë të sigurta, por investimet në Shqipëri. Erioni studioi dokumentet më me kujdes. Emri në disa prej tyre e bëri që të ngrinte vetullat. Agim Vrioni. Unë e njoh këtë emër. E njohni? Agim Vrioni është një nga sipërmarrësit më të pasur në Shqipëri. Ai ka bler shumë prona në Tiranë në vitet e fundit me çmime shumë të ulta. Erioni ndjeu një dyshim të rënd. Fatime, ku janë fëmijët e familjes Vrioni? Nuk e di, por pse pyetni? Sepse Agim Vrioni ka 2 djemë dhe 2 vajza, dhe ai është njëri që e di se unë kam marrë 4 fëmijë jetimt. Erioni filloi të lidhte pjesët e enigmës, ankimet anonim për gjendjen e fëmijëve, presioni për t'i transferuar në institucione të tjera, vështirësi të papritura në procedurat e adotimit. Fatime, ju duhet flisni me fëmijët, ata kanë të drejtë të dinë të vërtetën. Por ata janë akoma të vegjël për të kuptuar. Luana nuk është e vogël. Ajo ka 15 vjeç dhe ka kaluar më shumë se shumë të rritur. Dhe nëse dikush po përpiqet t'i marrë atë që u përket, ajo duhet ta di. Atë pasdite, Erioni mbledhi fëmijët në bibliotekën e madhe të vilës. Fatime ishte me ta, dhe ajo filloi të tregojë historinë e vërtet të familjes së tyre. Luana e dëgjoi me vëmendje. Pastaj tha: Do të thotë se ne nuk jemi të varfër. Jo, dashuria ime. Ju keni një trashëgimi të madhe, por dikush po përpiqet ta marrë. Artani, pavarësisht moshës së 10 vjeç, bëri pyetjen më të rëndësishme. A do të thotë kjo se duhet të largohemi nga Erioni? Jo, tha Erioni me njëherë. Pavarësisht nga ajo që ka ndodhur, ju jeni familja ime tani. Para apo jo para. Por Luana kishte një shprehje të menduar. Erion, nëse ne kemi para tona, atëherë ne nuk jemi më barë për ty. Ju nuk keni qenë kur bashkë. Po, por tani ne mund të kontribuim. Ne mund t'i paguajmë shkollat tona, rrobat tona. Ne mund të jemi partner të vërtet në këtë familje.
Erioni pa përcaktimin në sytë e saj dhe kuptoi se kjo vajzë e re kishte një karakter të jashtëzakonshëm. Atëherë së pari duhet të risjell atë që i përket. Javët e ardhshme ishin plot me takime me avokat, hetues privat dhe ekspert financiar. Ajo që zbuluan ishte edhe më e papritur se ç'kishin menduar. Agim Vrioni kishte qenë partneri i fshehtë i babait të fëmijëve në disa biznese. Por pas aksidentit, ai kishte marrë kontroll të plot të investimeve, duke pretenduar se Besim Berisha i kishte borxh para të mëdha. Ai ka prodhuar dokumente false, shpjegoi avokati i Erionit, por do të jetë e vështirë ta dëshmojmë sepse Besim Berisha nuk është më gjallë për të rrëfyer versionin e tij. Çfarë mundemi të bëjmë? Mund të paditim, por do të jetë një betejë gjatë dhe e shtrenjtë. Dhe gjatë kësaj kohe Vrioni mund të shes të gjitha pronat dhe të fsheh parat. Atë natë Erioni nuk flinte dot. U çua dhe shkoi në balkon duke parë ynet e qytetit. Pak më vonë Luana erdhi dhe qëndroi pranë tij. Ti je i shqetësuar. Tha ajo. Po mendoj për mënyrën më të mirë që t'ju rikthej atë që ju përket. Erion, dëgjoj. Ne kemi jetuar pa këto para për 6 muaj. Jemi të lumtur. Ti na ke dhënë më shumë se sa parat mund të na japin kurrë. Por ju meritoni atë që është e juaja. Luana buzëqeshi. Atëherë do të luftojmë për të, së bashku, si familje. Vendimi që mori Erioni në fillim duket i çmendur për të gjithë. Ai do të aftonte Agim Vrionin për darkë. Ti je i sigurt për këtë? Pyeti avokati i tij. Ai është kundërshtari juaj. Pikërisht prandaj, dua ta shikoj sy më sy. Ftesa u dërgua dhe, çuditërisht, Vrioni e pranoi. Erdhi në vilën e Erionit një të shtunë mbrëma me gruan dhe fëmijët e tij. Vrioni ishte një burr i lartë, rreth 50 vjeç, me mjekër të bardhë dhe sy të ftohtë. Gruaja e tij ishte veshur luksoze dhe fëmijët e tyre duken të përmhytur në veten. Zoti Pasha, tha Vrioni duke i shtrënguar dorën, kam dëgjuar shumë për veprat tuaja bamirëse. Thjesht bëj atë që mendoj se është e drejtë, tha Erioni. Gjatë darkës Vrioni përshkushtoi një vëmendje të veçantë ndaj Luanës, Angelës, Artanit dhe Blendit. Fëmijë të bukur, tha ai. A ju pëlqen jeta e re në Tiranë? Po, tha Luana me zë të qetë, ne jemi shumë të lumtur. Gjithsesi, vazhdoi Vrioni, kam dëgjuar se keni pasur disa vështirësi me procedurat e adoptimit. Erioni ndjeu tension në tavolinë. Çdo gjë po zgjidhet. Sigurisht, por nëse do të keni nevojë për ndihmë, unë kam kontakte shumë të mira në qeveri. Pas darkën, ndërsa grua dhe fëmijët e Vrionit ishin në terracë, Erioni dhe Vrioni mbetën vetëm në sallonin. Ti e di pse të thirra, tha Erioni drejt për drejti. Vrioni buzëqeshi, por buzëqeshja nuk i arriti syt. Kam një ide. Trashëgimia e Besim Berishës. Kjo histori e vjetër. Zoti Pasha Besim Berisha më kishte borxh para të mëdha. Çdo gjë që bëra ishte ligjore. Kemi dokumente që tregojnë ndryshe. Dokumentet mund të jenë falso, veçanërisht kur vijnë nga burime të dyshimta. Dy burrat u panë në sy për një kohë të gjatë. Çfarë dëshiron? Pyeti Erioni. Unë? Asgjë. Por ti ke marrë përgjegjësinë e 4 fëmijëve. Kjo është një barrë e madhe, sidomos për një beqar që ka qenë i mësuar me jetë të qetë. Vazhdo. Nëse fëmijët do të largoheshin, nëse do të gjeni për ta një shtëpi të mirë, një familje të vërtet me nënë dhe baba, ti do të ishe i lirë përsëri. Erioni kuptoi kërcënimin e fshehur. Dhe nëse unë refuzoj, atëherë procedurat e adoptimit mund të bëhen më të komplikuara. Disa njerëz mund të mendojnë se një beqar nuk është personi i duhur për të rritur 4 fëmijë. Ose mund të ndodhë që fëmijët të zhduken një natë dhe të mos gjenden kurrë. Vrioni u ngrit. Ti ke imagjinat shumë aktive, zoti Pasha. Unë thjesht ofroj ndihmë. Pas ikjes së Vrionit, Erioni u ul me fëmijët dhe u tregoi të gjitha. Ai na kërcënon? Pyeti Artani. Po. Atëre çfarë do të bëjmë? Pyeti Angela. Erioni pa 4 fytyrat që prisnin përgjigjen e tij. Do të luftojmë, por jo në mënyrën që ai pret. Çfarë do të thotë? Pyeti Luana.
Erioni buzëqeshi për herë, para atë ditë. Do t'ja marrim fitoren në terrenin e tij. Por s'pari, ju duhet të jeni shumë të mençur. Javën e ardhshme, Erioni filloi një plan që do të ndryshonte gjithçka. Por ky plan kërkonte që fëmijët të luanin një rol aktiv dhe të rrezikshëm. Nuk më pëlqen kjo, tha doktor Arta Rama, psikologja, kur Erioni i shpjegoi planin. Këta fëmijë kanë kaluar trauma të mjaftueshme. Por nëse nuk veproj tani, ata mund të humbin gjithçka që u përket. Dhe më e rëndësishmja, mund të na ndajnë. Doktor Rama e studioi me kujdes. Ti e di se po bën këtë jo vetëm për parat apo jo? Çfarë do të thotë? Ti po bën këtë sepse ke frikë se do të humbësh fëmijët. Ata janë bërë jeta jote. Erioni nuk përgjigj, por e dinte se ajo kishte të drejtë. Plani filloi me Luanën. Ajo do të shkonte në zyrën e Agim Vrionit, duke pretenduar se dëshironte të fliste me të vetëm. Unë jam 16 vjeç tani, do t'i thoshte ajo, dhe dua të marr kontrollin e trashëgimisë sime. Kjo ishte rrezikshme sepse Luana do të ishte vetëm me Vrionin, por ajo insistoi. Unë nuk kam frikë prej ti, tha ajo, dhe nëse ai mendon se mund të na friksoj, ai e gabon. Ditën e caktuar Luana u vesh me rrobat më të mira dhe shkoi në zyrën luksoze të Vrionit në qendër të Tiranës. Ai e priti me një buzëqeshje fallse. Luana e dashur, çfarë surprize e këndshme. Zoti Vrioni, dua të flas me ju për trashëgiminë e babait tim. Historia e vjetër. Ti akoma e vogël për të kuptuar bizneset, dashuria ime. Kam 16 vjeç, në ligj mund të marr kontrollin e pasurisë sime. Vrioni ul prapa tavolinës së tij të madhe. Luana, të gjitha investimet e babait tënd ishin të komplikuara. Ai kishte borxhe të mëdha. Në fakt, ai më kishte borxh mua. Keni dokumenta për këtë? Sigurisht, ai nxori një dosje. Ja, shihevet. Ndërsa Luana shikonte dokumentat, që ajo e dinte se ishin false, Vrioni bëri një telefonat. Po, ajo është këtu? Po, bija e Besim Berishës. Po, do të merremi me këtë problem. Luana u përpoq të mos tregoj frikë, por zemra i rrithte shpejt. Ajo e dinte se Erioni dhe një hetues privat po e dëgjonin gjithçka përmes një mikrofoni të vogël që kishte fshehur në jak. Luana tha Vrioni pasi mbylli telefonin. Ti je një vajzë e zgjuar. Shumë e zgjuar. Por ndonjëherë njerëzit e zgjuar bëjnë gabime të mëdha. Çfarë lloj gabime? Si të besojnë njerëzit e gabuar? Zoti Pasha është një burr i mirë, por ai nuk të do vërtet. Ai thjesht dëshiron të duket i mirë përpara publikut. Kjo nuk është e vërtet. Jo? Atëherë, pse ai po përpiqet të marrë paratë tua? Pse po kërkon kontroll mbi investimet e babait tënd? Luana ndjeu një dyshim për një moment. Ajo e dinte se kjo nuk ishte e vërtet, por mënyra si Vrioni e tha e bëri që të pyeste veten. Unë kam besim tek Erioni. Sigurisht që ke. Ai të ka dhënë një jetë të rehatshme, por çfarë do të ndodh kur ti të rritesh? Kur ti jesh 20 vjeç dhe të kesh paratë tua? A mendon se ai do të lërë lirshëm? Vrioni u ngrit dhe erdhi afër saj. Luana, unë kam një propozim për ty. Unë mund të siguroj se ti dhe vëllezërit e motrat tua të rritet nga një familje e vërtet. Një baba dhe një nën që do t'ju duan si fëmijët e tyre. Ne kemi familje tani. Jo, ju keni një bamirës. Ka ndryshim. Ndërsa ajo po përpiqej të vendoste çfarë të thoshte, dera e zyrës u hap me forcë. Hyn 2 burra të mëdhenj. Kush janë këta? Pyeti Luana me zë të lëkundur. Mbrojtësit e mi. Fëmijët her pas here kanë nevojë për drejtim. Luana kuptoi se ishte në rrezik. Ajo ngriti dorën dhe preku jakën, duke shpresuar se mikrofoni ishte akoma duke punuar. Zoti Vrioni, ju po më kërcënoni? Jo, dashuria ime. Por nëse ti vazhdon të kërkosh gjëra që nuk të përkasin, mund të ndodhë që ti dhe vëllezërit e tu të shkojni në vende që nuk do t'i pëlqeni. Në atë moment, dera u hap përsëri. Hyn Erioni me 2 burra. Zoti Vrioni, ju jeni arrestuar për kërcënim të miturve, tha njëri nga policët.
Vrioni u habit. Çfarë? Kjo është absurde. Kemi regjistruar të gjithë bisedën, duke përfshirë kërcënimet. Ndërsa policia e arrestoi Vrionin dhe 2 burrat e tij, Erioni e përqafoi Luanën. Je në rregull? Po. Por Erion, ai tha disa gjëra. Çfarë gjërash? Ai pyeti nëse ti vërtet na do apo thjesht dëshiron të dukesh i mirë. Erioni e pa në sy. Çfarë mendon ti? Unë mendoj se ti na do, por her pas here kam frikë se ne jemi shumë barë për ty. Luana, ti dhe vëllezërit e tu nuk jeni barë. Ju jeni arsyeja pse unë zgjohem çdo mëngjes me buzëqeshje. Ju jeni arsyeja pse jeta ime ka kuptim. Arrestimi i Agim Vrioni shkaktoi skandal të madh. Gazetat shkruanin për milionerin që kërcënon fëmijët jetim dhe lufta për trashëgimin e fshehur. Por betejë nuk ishte mbaruar. Vrioni fitoi lirimin me kusht brenda një jave dhe u kthyre më i zemëruar dhe i rrezikshëm se më parë. Ai ka avokat shumë të mirë, i tha avokati i Erionit, dhe ai ka para shumë të mëdha. Kjo mund të vazhdoj për vite. Atë natë Erioni ul me fëmijët në bibliotek. Duhet të bëjmë një zgjedhje të vështirë, tha ai. Mundemi të luftojmë për trashëgimin tuaj, por kjo do të thotë vite me gjyqe, stres dhe rrezik. Ose mundemi të harrojmë parat dhe të jetojmë në paqe. Çfarë dëshiron ti? Pyeti Artani. Unë dëshiroj çfarë dëshironi ju. Fëmijët folën në mesveti në shqip për disa minuta. Pastaj Luana foli për të gjithë. Ne kemi vendosur. Duam parat tona, jo sepse jemi lakmues, por sepse ato përkasin kujtimit të prindërve tanë. Nëse ne nuk luftojmë, atëherë ai fiton. Dhe nëse ai fiton, do të bëjë të njëjtën gjë me njerëz të tjerë. Por ju e dini se do të jetë e rrezikshme. Po e dim, tha Angela, por ti na ke mësuar diçka të rëndësishme. Çfarë? Se kur familja qëndron bashk, ajo mund të përballojë gjithçka. Erioni buzëqeshi. Atëherë do të luftojmë. Por këtë herë do ta bëjmë në mënyrën time. Plani i ri i Erionit ishte më i sofistikuar se i pari. Ai kishte vendosur të përdorte armët më të forta që kishte. Paratë e tij dhe rrjetin e kontakteve ndërkombëtare. Nëse Vrioni mendon se mund të luajë me rregulla të pista, ai gabon, tha Erioni teksa takoi me ekipin e tij të avokatëve dhe hetuesve privat. Hetimi zbuloi se korrupsioni i Vrionit shkonte shumë më thellë se vjedhja e trashëgimisë së familjes Berisha. Ai kishte marrë kontrollin e pronave të vdekurve të tjerë. Kishte korrumtuar zyrtar qeveritar, madje kishte blerë gjyqtar. Kjo është rrjeta kriminale, i tha kryehetuesi privat Erionit. Vrioni nuk është vetëm një hajdut, ai është kreu i një organizate. Sa të tjerë kanë vuajtur si familja Berisha? Të paktën 12 familje që dim, dhe ka me qindra prona që ai ka marrë në mënyra të dyshimta. Erioni mori një vendim që e befasoi të gjithë. Ai do t'i publikon të gjitha provat në media ndërkombëtare. BBC, CNN, Deutsche Welle, të gjitha do të marrin kopje të dosjes. Por Erion, protestoi avokati i tij. Nëse e bën këtë, ti e bën vetëm mallak. Vrioni do të hakmeret. Le të përpiqet. Tani ai nuk do të luftojë vetëm kundër meje. Do të luftojë kundër gjithë opinionit publik. Historia doli në pak javë. Titujt ishin shokues. Rrjeta kriminale vjedh trashëgimit të vdekurve në Ballkan. Dhe milioneri shqiptar ekspozon korrupsionin masiv. Por reagimi më i fuqishëm erdhi nga një drejtim që askush nuk e priste. Familjet e tjera që kishin humbur prona nga Vrioni filluan të dalun përpara. Brenda një jave, 12 familje të tjera kishin paraqitur pa di. Kjo është luftë, i tha Vrioni Erionit nëpërmjet telefonit. Ti e ke bërë këtë personal. Ishte personal që kur ti kërcënove fëmijët e mi, ju përgjigj Erioni. Por lufta e vërtet sapo kishte filluar. Një mëngjes, Erioni u zgjua nga zhurma e shumë makinave. Kur pa nga dritarja pas se vila e tij ishte vethuar nga policia. Kryekomisari erdhi te dera me një ordër arresti. Zoti Pasha, ju jeni arrestuar për falsifikim dokumentesh dhe shpërndarje informacionesh të rreme. Çfarë?
Erioni nuk i besonte veshët. Agim Vrioni ka paraqitur prova se ju keni fabrikuar dëshmi kundër tij. Ndërsa policia e arrestoi Erionin, fëmijët qanin. Luana e përqafoi dhe tha: "Ne do të presim, pavarësisht sa kohë të marr, ne do të presim." Erioni kaloi 3 ditë në burgje për të dhënë sqarime. Avokatët e tij punuan ditë e natë për ta nxjerrë dhe kur u lirua, ai gjeti se situata kishte ndryshuar dramatikisht. "Çfarë ka ndodhur?" pyeti ai kur arriti në shtëpi. "Vrioni ka bërë gabimin më të madh të jetës së tij," tha Luana me një buzëqeshje tinzare. "Çfarë do të thotë?" "Artani, mbullim nove për ditët që Erioni kishte qenë në burgje, kishte bërë diçka që askush nuk e priste. Ai kishte hakuar kompjuterat e kompanisë së Vrioni." "Artani," tha Erioni, i shokuar, "ti ke vetëm 10 vjeç." "Po, por ka mësuar programim nga videot në YouTube," tha djali me krenari. "Dhe gjeta diçka shumë interesante." Artani kishte zbuluar emaila që tregonin se Vrioni kishte korruptuar jo vetëm gjyqtar dhe zyrtar, por edhe polic dhe prokuror. "Këto emaila tregojnë se ai ka paguar që të arrestohesh," shpjegoi Luana. "Dhe gjithashtu tregojnë se ai ka planifikuar të na rrëmbej." "Ta rrëmbej?" "Po, ai kishte organizuar që ne të zhdukim një natë dhe pastaj të dukemi si kemi ikur nga vetë Shqipëria." Erioni ndjeu një furi që nuk e kishte ndjerë kurrë më parë. "Ku janë këto emaila?" "I kam dërguar gazetarëve, policisë antikorrupsion dhe Interpolit," tha Artani me kënaqësi. Brenda 24 orësh, Agim Vrioni u arrestua përsëri, këtë herë me akuza shumë më të rënda: korrupsion, shpërdorim detyre, organizat kriminale dhe tentativë rrëmbimi. Por më e rëndësishmja, gjykata vendosi që të gjitha pronat që ai kishte marrë në mënyra të palikshme të ktheheshin tek pronarët e vërtet. "Trashëgimia e familjes Berisha do të rikthehet," i tha avokati Erionit, "dhe shuma është edhe më e madhe se sa kemi menduar, 5 milion euro në total." Kur lajmi u bë publik, ndodhi diçka që askush nuk e priste. Familjet të tjera që kishin humbur prona prej Vrioni erdhën për të falenderuar Erionin dhe fëmijët. "Ju na kthyet shtëpit," tha një grua e moshuar me lot në sy. "Falenderit që nuk u dorëzuat." Por edhe më prekse, ishte letra që erdhi nga Zvicra. Banka kishte gjetur gjurmët e para tjera që babai i fëmijëve kishte fshehur, 2 milion euro të tjera në llogari sekrete. "Shuma totale është 7 milion euro," tha avokati. "Fëmijët e tu janë zyrtarisht milioner." Atë natë, Erioni ul me 4 fëmijët në terracën që shikonte qytetin. "Çfarë dëshironi të bëni me të gjitha këto para?" pyeti ai. Ata folën në mesveti për një kohë të gjatë. Pastaj Luana foli për të gjithë. "Së pari, duam të ndërtojmë një shkollë moderne në Kosovë, në kujtim të prindërve tanë." "Gjë e mirë. Çfarë tjetër?" "Dëshirojmë të hapim një fondacion për fëmijët jetim në Ballkan," tha Angela. "Që asnjë fëmijë të mos kalojë atë që kemi kaluar ne. Dhe dëshirojmë të investojmë në biznesin tënd," shtoi Artani. "Sepse ti na tregove se si të jemi një familje e vërtet." "Dhe më e rëndësishmja," tha i vogli Blend, "dëshirojmë të blejmë një shtëpi të madhe ku mund të marrim fëmijë të tjerë si ne, fëmijë që nuk kanë familje." Erioni ndjeu lotët që i vinin në sy. "Ju jeni më të mencur se shumë të rritur që njoh." "Ne mësuam nga ti," tha Luana. Një vit më vonë, jeta e tyre kishte ndryshuar në mënyra që askush nuk mund ta imagjinonte. Shkolla Besim dhe Lumnie Berisha në Prishtinë ishte ndërtuar dhe ofronte arsim falas për 500 fëmijë. Fondacioni Shtëpia e Shpresës kishte ndihmuar mbi 100 familje në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut. Por ndryshimi më i madh ishte në vetë familjen e tyre. Erioni dhe fëmijët kishin blerë një vilë akoma më të madhe jashtë Tiranës, me 15 dhoma dhe një park të madh. Arsyeja, ata kishin marrë 8 fëmijë të tjerë jetim. "Ne jemi familja më e madhe në Shqipëri," thoshte Blend me krenari, që tani ishte 10 vjeç dhe aktualisht vëllai i madh i 3 fëmijëve më të vegjël. Luana, tani 17 vjeç, ishte bërë një udhëheqëse natyrale. Ajo drejtonte programet e fondacionit dhe kishte fituar bursa për universitetet më prestigjioze në Evropë. Angela, 15 vjeç, ishte bërë një pianiste talentuar dhe po përgatitej për konkurse ndërkombëtare, por ajo gjithashtu kishte zbuluar një pasion për mjekësinë. Artani, 12 vjeç, ishte bërë një ekspert i teknologjisë dhe ndihmonte Erionin me projekte të reja në kompani.
Ai gjithashtu kishte krijuar aplikacione që ndihmonin fëmijët jetim të gjenin familje. Por historia më prekse ishte ajo e Marios, një djalë 8 vjeç që kishte ardhur tek ata 3 muaj më parë. Ai kishte qenë shumë i mbyllur dhe i friksuar, ngjashëm me atë që ishin 4 fëmijët e parë kur erdhën. Ai më kujton veten kur erdha në fillim, tha Blend një ditë. A mund të më ndihmosh ta ndihmoj atë? Erioni pa se Blendi, që dikur kishte qenë fëmia më i vogël dhe më i friksuar, tani po bëhej mbrojtësi i fëmijëve të tjerë. Çfarë mendon se duhet të bëjmë? Duhet i tregojmë se është i sigurt, se ne nuk do ta lëm kurrë. Dhe kështu, Blend filloi të kalonte kohë me Marion, duke i treguar lojra, duke lexuar libra së bashku, duke i siguruar se familja e re e tij nuk do ta braktiste kurrë. Një ditë, Mario erdhi te Erioni. Baba Erion, tha ai, kështu i thoshin të gjithë fëmijët e Erionit. Blendi më tha se ti na do të gjithë si fëmijët e tu të vërtet. Ashtu është, tha Erioni. Edhe nëse bëjmë gabime? Edhe nëse bëni gabime. Edhe nëse jemi të këqij ndonjëherë? Edhe atëherë. Ajo që bën një familje të vërtet nuk është që të jesh i përsosur, por që të duash njëri tjetrin pavarësisht nga gabimet. Mario buzëqeshi për herë të parë që kur kishte ardhur. Atëherë unë të dua, baba Erion. Këto momente të vogla ishin ato që i jepnin Erionit më shumë gëzim se çdo sukses biznesi. Por sfida të reja po vinin gjithë kohën. Ana, një vajzë 16 vjeçare që kishte ardhur te ata 2 muaj më parë, po kalonte në një periudhë rebele. Ti nuk je baba im i vërtet, i bërtiti ajo Erionit një ditë pas një konflikti për orën e kthimit në shtëpi. Fjalët e prekën, por Erioni kishte mësuar se fëmijët që kanë kaluar trauma ndonjëherë testojnë dashurinë duke bërë gjëra që i shtyn të tjerët të largohen. Ti ke të drejtë, tha ai qetësisht. Unë nuk jam babai yt biologjik, por unë jam këtu dhe do të jem këtu pavarësisht nga ajo që thua apo bën. Ana e pa me sytë habitur. Pse? Sepse kështu funksionon dashuria e vërtet. Ajo nuk ikën kur gjërat bëhen të vështira. Dhe gradualisht, Ana filloi të hapej dhe të besonte. Ndërkohë Erioni kishte vendosur të bënte diçka që e befasoi të gjithë. Ai do të martohej. Doktor Arta Rama, psikologja që kishte ndihmuar fëmijët në fillim, kishte bërë shumë më tepër se thjesht të ofronte terapi. Ajo ishte bërë një pjesë e familjes, duke ardhur jo vetëm për punë, por edhe për darka familjare, festime ditëlindjesh dhe momente të vështira. Doktor Arta është si nëna që nuk kemi pasur kurrë, i tha Luana Erionit një ditë. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë se ti duhet ta kërkosh në martesë. Erioni qeshi. Ti mendon se është kaq e thjeshtë? Për çfarë po prisni? Pyeti Artani. Ju e doni njëri tjetrin, ne të gjithë e duam. Ajo na do të gjithë. Kjo është familje e vërtet. Dhe kështu, në një darkë familjare me të gjithë 12 fëmijët e pranishëm, Erioni u gjunjëzua përpara doktor Artës. Arta, ti na ke ndihmuar të bëhemi një familje e vërtet. A do të pranosh të bëhesh zyrtarisht pjesë e kësaj familjeje? Përgjigja e saj u mbyt nga brohoritja e fëmijëve. Po, thanë të gjithë së bashku, para se ajo të mund të përgjigjej. Arta qau nga gëzimi. Po, tha ajo. Megjithse nuk e di se si do të përballoj 12 fëmijë. 13, korrigjoi Blendi. Çfarë? Ne jemi 13 fëmijë. Arta do të jetë fëmia i 13, sepse ndonjëherë ajo sjell akullore për mëngjes sikur fëmijët. Të gjithë qeshën dhe Arta kuptoi se kjo ishte familja që kishte ndërruar gjithë jetën. Dasma e Erionit dhe Artës ishte një nga ngjarjet më të mëdha të vitit në Shqipëri. Por ajo që e bëri të veçantë nuk ishte luksi apo miqtë e famshëm që ishin ftuar. Çfarë e bëri të veçantë ishte se 13 fëmijët e tyre morën role të veçanta në ceremoni. Luana ishte nusja e Nerit. Angela solli unazat duke luetur piano. Artani lexoi një poezi që kishte shkruar për familjen e tyre. Blendi ishte mbajtësi i luleve dhe 9 fëmijët e tjerë kishin role të ndryshme që i bënin ata të ndiheshin si pjesë integrale e festës. Por momenti më prekës erdhi kur Erioni dhe Arta thanë betimet e tyre. Arta, tha Erioni, ti na mësove se dashuria nuk është vetëm për 2 njerëz, ajo është për një familje të tërë.
Tina tregue se një shtëpi bëhet shtëpi e vërtet kur është e mbushur me qeshje, lot, muzikë dhe kaosi i lumtur i fëmijëve. Erion, tha Arta, kur të pash për herë të parë me 4 fëmijët e parë, mendova se ti ishe një burr i mirë që po bënte një gjë noble. Tani e di se ti nuk po i ndihmone ata. Ata po të ndihmonin ty të gjejësh atë që te kishte munguar gjithë jetën, një familje të vërtet. Pas ceremonisë, festivali i madh u mbajt në hotelin më luksoz të Tiranës. Por në një moment, Erioni dhe Arta u larguan nga festa dhe shkuan në balkon që shikonte qytetin. E besoj se kjo? Pyeti Arta. 3 vjet më parë, ti ishe një beqar i vetmuar dhe unë isha një psikolog që punoja vetëm. Tani, jemi prindër të 13 fëmijëve. Ndonjëherë jeta të jep saktësisht atë që ke nevojë, në mënyrën që nuk e prite kurrë, tha Erioni. Ata panë përmes dritares ku fëmijët e tyre po vallëzonin dhe qeshnin. Luana po mësonte vëllezrit dhe motrat më të vegjël se si të vallëzonin. Angela po luante piano për të gjithë. Artani po bënte truke magjie, që i bënin të gjithë të qeshin, dhe Blendi po kujdesej për fëmijët më të vegjël, duke u siguruar se të gjithë po kalonin mirë. A e di se çfarë më pëlqen më shumë? Tha Arta. Çfarë? Se ata nuk po sillen si fëmijë jetim më. Ata po sillen si fëmijë normal që kanë një familje të madhe që i do. Ishte e vërtet, konfidenca që kishin fituar, mënyra se si kujdeseshin për njëri tjetrin, qeshtja spontane. Këto nuk ishin shenja të fëmijëve që kishin kaluar trauma. Këto ishin shenja të fëmijëve që ndiheshin të sigurt dhe dashur. 3 muaj pas dasmës, ndodhi diçka që i befasoi të gjithë. Drita Krashnici, drejtoria e shtëpisë së fëmijëve në Durrës, që kishte telefonuar Erionin për herë të parë 4 vjet më parë, erdhi për një vizitë. Zoti Pasha, Erion, tha ajo, kam një kërkesë të çuditshme. Çfarë lloji kërkese? Qeveria po planifikon të mbyll shumë shtëpi fëmijësh dhe të krijojë një model të ri bazuar në familje minguese. Dhe ata duan që ju të bëheni modeli që të gjithë të tjerët do të ndjekin. Erioni dhe Arta u pan njëri tjetrin. Çfarë do të thotë kjo saktësisht? Pyeti Arta. Do të thotë se qeveria dëshiron t'ju ofrojë mbështetje të plot financiare dhe ligjore për të marrë më shumë fëmijë, dhe gjithashtu dëshiron që ju të ndihmoni familje të tjera të bëjnë të njëjtën gjë. Sa fëmijë? Pyeti Erioni. Sa të duani? Nëse ju mund të përballoni, qeveria do t'ju mbështesë. Atë natë Erioni dhe Arta ulën me të 13 fëmijët e tyre për të diskutuar ofertën. Nuk duam që ju të ndjeni si jeni detyruar të thoni po, tha Arta. Kjo do thotë fëmijë të tjerë, kaos më i madh, më pak kohë për secilin prej jush individualisht. Por gjithashtu do të thotë më shumë vlezër dhe motra, tha Luana, dhe më shumë dashuri në shtëpi. Artani bëri një pyetje praktike. A mund të ndërtojmë një shtëpi akoma më të madhe? Mund të ndërtojmë një qendër të tërë, tha Erioni. Me shkolla, fush luajtjeje, bibliotekë të madhe, studio muzike. Sikurse një fshat i vogël? Pyeti Blend me entuziazëm. Saktësisht si një fshat i vogël. Fëmijët e diskutuan për orë. Disa kishin frikë se do të kishin më pak vëmendje individuale. Të tjerë ishin të entuziazmuar për idenë e një familje akoma më të madhe. Në fund, Ana, vajza që ishte rebeluar kur kishte ardhur këtu, tha diçka që preku të gjithë. Kur erdha këtu, mendoja se dashuria ishte si një ëmbëlsirë, sa më shumë persona ta ndanin, aq më pak mbetej për secilin prej jush. Por kam mësuar se dashuria është si një qiri, sa më shumë qiri ndezësh prej tij, aq më shumë dritë krijon. Vendimi u mor një zësh. Po. 2 vjet më vonë, fshati i shpresës ishte bërë realitet. Kompleksi i madh në kodrat jashtë Tiranës kishte 10 ndërtesa, çdo një prej tyre shtëpi për një familje të madhe si e tyre. Por në qendër kishte një ndërtesë komunitare me sallë darke për 200 persona, bibliotekë të madhe, studio muzike, dhoma lojrash dhe më e rëndësishmja, një shkollë e plot nga çerdhet deri në klasën e 12. Erioni dhe Arta tani kishin 25 fëmijë, por ata nuk ishin të vetmit. Në fshat jetonin 10 familje të tjera që kishin adoptuar nga 3 deri 10 fëmijë secila. Ne jemi një qytet i vogël, thoshte Luana, e cila tani ishte 20 vjeç dhe drejtonte programet arsimore të fshatit. Angela, tani 18 vjeç, kishte fituar një bursë për konservatorin e Vienës, por kishte zgjedhur të shtyrte për një vit që të ndihmonte në themelimin e programit muzikor në fshat. Artani,
15 vjeç, kishte krijuar një aplikacion që ndihmonte familjet adoptive të gjysmës së botës dhe tashmë po pranonte oferta nga universitetet më prestigjioze të teknologjisë. Blend, 13 vjeç, ishte bërë lideri natyror i fëmijëve më të vegjël dhe donte të bëhej mësuesi. Por historia më prekse ishte ajo e Marios, i cili tani ishte 10 vjeç dhe po ndihmonte një grup fëmijësh të rinj që sapo kishin ardhur në fshat. Kur erdha këtu, isha i friksuar nga të gjithë, u tregonte atyre. Por tani e di se kjo është familja më e mirë në botë. Një ditë, Erioni po ecste në përfshat kur pa një pamje që e bëri të ndalej. Ishte Blend, që po i tregonte 3 fëmijëve të rinj si të luanin futboll. Por ajo që e preku ishte se Blend po përdorte të njëjtat fjalë që Erioni i kishte thënë atij 4 vjet më parë. Nuk ka rëndësi nëse gaboni. Ka rëndësi që të përpiqeni dhe të keni argëtim. Arta erdhi dhe qëndroi pranë tij. Apo mendon për atë që mendoj unë? Se ne po rrisim një gjenerat fëmijësh që do të rrisin gjeneratën tjetër me dashuri dhe durim? Saktësisht. Atë mbrëmje, në darkën e madhe familjare ku 25 fëmijë ishin ulur rreth tavolinës së madhe druri, Erioni u ngrit për të bërë një fjalim. 5 vjet më parë, një grua më telefonoi dhe më tha se 4 fëmijë kishin nevojë për ndihmë. Unë mendova se po bëja një vepër të mirë. Nuk e dija se ata fëmijë do të më ndryshonin mua më shumë se sa unë do t'i ndryshoja ata. Ai pa për qark tavolinën në të gjithë fytyrat që e shikonin me vëmendje. Ju më mësuat se dashuria nuk ka kufi. Më mësuat se familja nuk ka të bëjë me gjakun, por me zgjedhjen për të kujdesur njëri tjetrin. Më mësuat se lumturia e vërtet nuk vjen nga ajo që keni, por nga ajo që jepni. Luana, tani një grua e re e bukur dhe e zgjuar, foli për të gjithë. Baba Erion, nëna Arta, ne ju faleminderit që na dhat jo vetëm një shtëpi, por një identitet. Ne nuk jemi më fëmijë jetim, ne jemi familja Pasha dhe jemi krenar për këtë. Por jo të gjitha historitë kanë fund të lumtur pas sfida të tjera. Një ditë, lajmi që i bëri të gjithë të dridheshin erdhi nga një drejtim i papritur. Agim Vrioni, që ishte në burg për 4 vjet, ishte liruar para kohe për sjellje të mirë. Dhe më e keqa, ai kishte filluar të publikonte intervista në media, duke pretenduar se Erioni e kishte kurdisur gjithë rastin kundër tij. Erion Pasha më ka shkatruar jetën, tha ai në një televizion lokal. Ai përdori 4 fëmijë të pafajshëm për të marrë famë dhe për të fshehur veprimtaritë e tij të dyshimta. Lajmet ishin shkatruese për familjen. Disa prej fëmijëve më të vegjël filluan të pyesnin nëse Erioni vërtet i donte ata, apo thjesht doni të dukej i mirë. Kjo është e çmendur, tha Arta e zemëruar. Ai është një kriminal i dënuar. Por Erioni dinte se Vrioni kishte zgjedhur strategjinë e tij me kujdes. Ai po përpiqej të shkatronte reputacionin e Erionit dhe të përhapte dyshime për motivet e tij. Situata u bë edhe më e keqe, kur disa gazetarë filluan të hulumtonin të vërtetën prapa sentit të Tiranës. Ata erdhën në fshat, bënin pyetje të pista, përpiqeshin të gjenin probleme ku nuk ishte. Një gazetar veçanërisht agresiv pyeti Luanën: "A është e vërtet se Zoti Pasha ju detyron të luani role në fushatën e tij për imazh publik?" Luana, tani një grua 20 vjeçe e matur, ju përgjigj me qetësi: "Zoti Pasha, baba im, na ka dhënë lirinë të bëhemi çdo gjë që dëshirojmë. Unë po studioj për drejtësi, motra ime po studioj muzikë, vllai im po zhvillon teknologji. A duken këto si veprime të dikujt që na eksploaton?" Por dyshimet vazhduan të përhapen. Disa njerëz filluan të besonin se gjithë historia ishte një mashtrim i elaboruar. Kjo situatë preku shumë fëmijët. Mario, tani 13 vjeç, erdhi tek Erioni një ditë me sytë plot lot. "Baba Erion, disa fëmijë në shkollë thonë se ti na ke marrë vetëm për para dhe famë. A është e vërtet?" Erioni e mori në krah. "Mario, çfarë ndjen shti kur je në shtëpi?" "Ndjehem i sigurt, i dashur, i lumtur." "Atëherë kjo është e gjitha që ka rëndësi. Njerëzit gjithmonë do të flasin, por ti e di të vërtetën në zemrën tënde." Por Erioni e dinte se duhet bënte diçka dramatike për të ndaluar këtë fushat diskreditimi. Ai mori një vendim që i befasoi të gjithë.
Ai do t'i jepte kontroll të plot fondacionit dhe të gjithë pasurisë së tij fëmijëve të tij më të mëdhenj. Nëse dikush mendon se unë po I përdor këta fëmijë, atëherë le që vetë fëmijët të kontrollojnë gjithçka, tha ai në një konferencë shtypi. Luana, Angela dhe Artani, tani të gjithë të rritur ligjërisht, morën kontroll të plot të fondacionit Shtëpia e Shpresës, të fshatit dhe madje edhe të kompanisë së teknologjisë së Erionit. Nga sot, unë jam vetëm një prind, tha Erioni. Fëmijët e mi të rritur janë ata që drejtojnë çdo gjë. Kjo lëvizje I befasoi kritikat. Vrojoni u përpoq të thoshte se kjo ishte vetëm një shfaqje, por kur dokumentet ligjore u publikuan, u duk se transferimi ishte I vërtet dhe I pakthyeshëm. Por reagimi më I fuqishëm erdhi nga vetë fëmijët. Luana organizoi një konferencë shtypi, ku të gjithë 25 fëmijët e familjes ishin të pranishëm. Ne jemi këtu sot, tha ajo, sepse duan të flasim për babain ton, Erion Pasha. Ajo ndaloi dhe pa përqark dhomën plot gazetar. Kur ne ishim 4 fëmijë jetim në Durrës, pa shpresë dhe pa të ardhme, një burr I huaj erdhi dhe na tha, do t'ju marr me vete. Ai nuk na njihte. Ai nuk dinte nëse ishim fëmijë të mirë apo të këqij, por ai na mori sepse kuptoi se kemi nevojë për ndihmë. Zëri saj u forcua. Për 5 vjet, ky burr na ka ushqyer, na ka veshur, na ka dërguar në shkollë, na ka marrë në mjek kur kemi qenë të smur, na ka qetësuar kur kemi pasur makthe dhe na ka dashur si fëmijët e tij biologjik. Angela mori fjalën. Ai na ka lejuar të bëjmë gabime, të mësojmë prej tyre dhe të rritemi si njerëz të pavarur. Ai nuk na ka kërkuar asgjë në shkëmbim përveç se të jemi të lumtur dhe të mirë. Artani foli I treti. Tani që ne jemi të rritur dhe kontrollojmë fondet, duam të themi diçka. Ne do të vazhdojmë saktësisht punën që ka filluar babai ynë. Sepse ne e dim se kjo punë është e drejtë. Por Blendi, tani 16 vjeç dhe ende I vogli I familjes së parë, tha fjalët që prekën të gjithë. Dikush pyeti nëse Erioni na do vërtet. Këtu është përgjigjja ime. Kur unë isha 8 vjeç dhe qaja çdo natë për prindrit e mi të vdekur, ai vinte dhe rinte pranë tempës sime derisa të më Zinte gjumi, çdo natë, për muaj me radhë. Njeriu që bën këtë, nuk e bën për famë apo para. E bën sepse është baba. Konferenca e shtypit u transmetua drejt për drejt në televizion dhe reagimi I publikut ishte I menjëhershëm dhe I fuqishëm. Njerëzit filluan të publikonin mbështetjen e tyre për familjen Pasha në rrjetet sociale. Hashtagu Baba Erion u bë trending në të gjithë Ballkanin. Por mbi të gjitha, Agim Vrioni humbi çdo kredibilitet të mbetur. Kur njerëzit pan 25 familj duke mbrojtur babain e tyre me aq pasion dhe bindje, askush nuk besoi më akuzat e tij. Brenda një jave, Vrioni u largua nga Shqipëria dhe nuk u dëgjua më kurrë prej tij. 10 vjet pas telefonatës së parë nga drita Krasniqi, Erioni qëndroi në balkonin e shtëpisë së tij të re në fshatin e Shpresës dhe pa një pamje që mbushi me krenari. Në park, 10 fëmijë po luanin të lumtur. Disa ishin fëmijët e tij, disa ishin fëmijët e familjeve të tjera në fshat, dhe disa ishin thjesht miq që vinin për t'u luajtur. Luana, tani 25 vjeçe, kishte mbaruar studimet juridike dhe kishte hapur një organizatë që ndihmonte fëmijët jetim në të gjithë Evropën. Ajo ishte martuar me një mjek të ri dhe prisne fëmijën e parë. Angela, 23 vjeçe, kishte bërë karrierë ndërkombëtare si pianiste, por gjithmonë kthehej në shtëpi për të mësuar fëmijët e rinj. Ajo po shkruante edhe një libër për forcën shëruese të muzikës. Artani, 20 vjeç,
Kishte fituar bursa në MIT dhe Stanford, por kishte zgjedhur të qëndronte në Shqipëri për të zhvilluar teknologji që ndihmonte organizatat bamirëse. Kompania e tij e vogël teknologjike tashmë po punonte me UNICEF-in. Blend, 16 vjeç, po studionte për mësuesi dhe tashmë po punonte me fëmijët më të vegjël në fshat. Ai kishte talentin natyror për t'i bërë fëmijët të ndiheshin të sigurt dhe të dashur.